Dërsa, për t'i pa ushtarë të ushtrisë shërimtare të Kosovës, i kam pa me synin e mpret të mjekut gjatë varrimit të vrarve në masakrën e Qirezit dhe Likoshanit. Në tubimin e madhë në ceremoninë mortore që së mbahet mend, shumë dinjitoze për një masakër të parë dhe shumë të dhimbshme, megjithatë në mesin e tyre i pash dhe unë dhash betimin. Unë tani ma kisha një organizatë të grave që quheshte Lidhja e Gruas Shqiptare, gjithandej që punonim për t'i dalë zot momentit ku Kosova ishte ma shumë në gra se në bura, kishte ma shumë gra, sepse ishte shpërngulje e madhe, dhe aty u betova se gratë do t'jenë krah burrave. Unë them se aty e dhash betimin. Kështu e njofta. Unë po kaloj edhe tek një pjesë të vitit 1997, 1998 dhe 99. Si u gjetja e kohë? 97. 97 e spjegova. Në thënë, ishte kjo kur ju e dhash betimin? Isha në Zagreb, tu i përfundu provimet e postdiplomës, që ishte subspecializim nga pediatria klinike. 98 isha kjo që thash, mjeke ilegale, e cila ku krynte punë në teren shumë, sepse punoja jo vetëm në Prishtinë ilegalisht në shkollën Zenel Ajdini, por edhe në Gjilan, Kamenic, pacientët i kisha nga gjitha teritoret, jo vetëm fëmijët e helmuar, por dhe ata që kishin nevojë të kujdesen për ta. Unë kisha hapë edhe një ambulancë, ajo gjysëm ilegale, në të cilën realisht po punonim dhe po e përcjellja situatën epidemiologjike në Kosovë. Kishim hapë kurse shëndetësore për gratë dhe kjo ishte e rëndësishme që ato të jenë vigjilente për situatën. Në vitin 98, unë e tregova në 28 shkurt, unë isha aty, bashkë me shoqet e mia, aty ku ndodhi masakra, pranë të plagosurve dhe e pashtë arsyeshme për vete se duhet të bëhet diçka më shumë. Se shpejti me rjetin për atë grave, që nuk ishte vetëm në Kosovë, por edhe në Maqedoni dhe Shqipëri, Preshevë, Bujanovc edhe në Maltezi, ne do të bashkëpunojmë, por do të shohim të arsyeshme edhe hapjen e një shkolle të ndihmës së parë. Shkolla u hap për nevojat të gratë, aftësohen për të ndihmuar shoqes, por u hap edhe për shkak për shkak të ofrimit të mundësisë në një rrezik edhe më të madh. Duke e vrejtur këtë punën tonë, UÇK-ja do të na ofrojë edhe mundësinë që t'i mësojmë edhe ushtarët ndihmën e parë. Natyrisht, këtu përveç kishim 10 ekipe në fillim, dhe ato mandej u zgjeruan edhe duke i ftuar dhe punëtorët tjerë shëndetësor që u zgjeruan edhe në tek forcat e UÇK-s. Po në 99 ju gjeti të arrestuar? Po, ajo ishte një fatkeqësi. Në vitin kuptova pse më pyete për vitin 98, për shkak një fotografia, po. Ajo ishte, domethënë, ka fundi, unë shumë sende tjera kisha për të spjegu, por në vitin fotografinë edhe kam shumë simpatike se këto ditë e postova, fotografia është janë lulet e regionit të Gollakut, domethënë të mbledhura në pranverë në korrikun e
e vitit 1998. Atër kur ishin bisedat për formimin e zonës së Gollakut realisht, dhe kishim shku bashkë me mikun tim, Çalin, shkurt, e thrisha djalë, deri vonë se kom ditë se si e ka emrin, se kështu kam vepru gjithni, dhe unë si poete ma gjepsa nga lulet, jo nga ambienti që ishte i mrekullueshëm, por ato shtëpi të derdhura, të dobta, kishim shku të hetojmë vendin ku do të bëhet shtabi për zonën e Gollakut. Nuk ishte ndërtesë ma të mirë se sa shkolla. Shkolla një shkollë e thjesht, me 2 dhoma e vogël, por për mu shumë e rëndësishme sepse mendoja që afër duhet të ndërtohet spitali, dhe afër aty ku e mendova që do të ndërtohet spitali ishte në Rëpiz, ku mund t'i hudhnim veturinat e spitalit. Kjo ishte pak strategji, dhe në një moment e shoh se unë mbledh lule nga ato lulet e fushës, dhe djali, që e quaj ashtu, mi dhuroj lule tjera, dhe unë i mblodha nga këto lule të thara e bëra një mozaik, i cili tani 20 e sa vjet, dhe me thëmë 25 vjet, jeton, i thatë, por për mu është dhe ju e keni marrë me nda edhe bashkë me neve. Kër u formu zona e Gollakut, unë e kisha pasqyrën ku ndodhet zona, ku ndodhet, ndoshta ambulanca nuk arritëm ta formojmë, por mundësit. Dhe kushtet kanë qenë shumë të vështira. Ndoshta ka qenë zona ma e varfër, e cila përbiu, mandej një numër shumë të madh të qytetarëve të Prishtinës, sepse u shpërngulën, nuk ishin ku të shpërngulën tjetër. Shokët e mi e dinin se në Prishtinë kam shumë detyra në atë kohë. Unë kisha hapë qendrën për rehabilitimin e nënës dhe fëmijës, bashkë me shoqet e mia, dhe në këtë qendër kisha shumë, me qinda, gra, që kishna nga teritoret e ndryshme, pa marrë parasysh edhe nacionalitetin, ato ishin me fëmijë të posalindur, ishin ndoshta edhe me smundje të ndryshme, të plagosura, ishin të shashtisura, s'po them kishte edhe gra të abuzuara gjatë luftës, dhe kishim ndihmën e Medicine du Monde, një shoqate që në ndihmonte sado në ushqime, edhe shoqata tjera që në ndihmonin pak në ushqime, por dhe qytetarët që kishin kuptuar se këtu janë fëmijët. Ishte në mes, janë fëmijët dhe gratë, dhe me thënë, pa përkujdesje, shoqet e mia të gjitha vullnetare. Dhe punuan me vite derisa u rehabilituan këto gra dhe këta fëmijë, dhe qëndrum edhe gjatë kohës kur unë u burgosa. Kisha marrë lajmin që duhet të strehohem, sepse jam shumë në rrezik. Në kodrën e diellit kishim hapë spitalin ilegal, cilin punonin gjithashtu mjekët ilegal. Por në kohën shumë të vështirë, kur mbas masakrës që ndodhi në familjen, dhe me thënë, në familjen Bajram Kelmendit, edhe të tjera, atëherë shumica atyre u larguan, mjekët dhe personeli. Në momentin e fundit unë veta vetëm.